Kino Hyrje Hana vazhdon të sjellë premierat më të reja për të gjithë adhuruesit e filmit. Në këtë javë festive, kino do të shfaqë 3 premiera të reja: SpongeBob 4, Anaconda dhe The Housemaid. Kështu ka bërë të ditur menaxherja e marketingut në kino, Donjeta Bobi, duke treguar edhe për oraret e shfaqjes së premierave. Në këtë javë festive, në kino Hyrje Hana i kemi përgatitur 3 premiera, duke filluar premiera e parë SpongeBob 4, premiera e dytë Anaconda, ndërsa premiera e tretë The Housemaid. Premiera e parë SpongeBob është në ora 18 sot e premte, ndërsa premiera e dytë Anaconda është në ora 20 sot, edhe premiera e tretë The Housemaid është në ora 20 nesër, shtunë 27 dhjetor. Tutje Bobi ka treguar se sot, para premierës SpongeBob 4, kino ka përgatitur edhe një festë me maskota dhe muzikë për fëmijë. E kemi përgatitur në para filmit, para premierës, për fëmijë një party, domethënë sot në ora 17 e kemi një party për fëmijë me maskota të SpongeBobit dhe me muzikë, pastaj e kemi premierën e filmit në ora 18. Andaj i ftojmë të gjithë fëmijët më ardhë dhe më kënaqë. Kino Hyrje Hana po vazhdon që punën e saj ta zhvillojë gjithmonë në hap me kinematografit botërore për t'ju dhuruar adhuruesve të filmit momente sa më të bukura.